ndjej se përveç emocionit të madh nga ky çmim, ndjej më tepër përgjegjësi. Më tepër përgjegjësi për t'u gjendur pranë komunitetit tonë, i cili është për hir të vërtetës fijon të kemi mes nesh të cilët kanë nevoja të veçanta për të qenë krah. Pra, ky çmim i cili më zhdon mua sot, unë e shoh që na zhdon një grup i të madh për nesh, diku janë vullnetar, diku janë mbështetës financiar, diku janë njerëz që jetojnë jashtë Shqipërisë, por me mendje janë akoma në Shqipëri dhe përkrahin aktivitetet e fondacionit tonë. Përveç që e ke domethënë se si ndihesh për çmimin, si ndihesh ti domethënë kur i bën me u buzëqesh fytyrat e shumë njerëzve që kanë nevojë qoftë për para, qoftë edhe për ndihmë tjetër. Si të bën mundi ty domethënë këtë kjo veprimtari që ti e zhvillon domethënë? Puna me fundjavë ndryshe, tashmë për 10 vitesh, ka një ngarkesë të jashtëzakonshme, por njëkohësisht ajo që ti arrin të përjetosh gjatë një ndryshimi rrjedhisor të jetës një fëmie apo tërësisht një familje, është një kënaqësi e cila nuk mund të matet dhe nuk mund të përshkruhet me fjalë. Është një ndjenjë e brendshme që gjithmonë thot vio, vazhdo, mos u ndal, dhe besoj se këto 10 vite e kemi treguar më së miri që ne dim ta bëjmë këtë punë. Fundjava ka lindur në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe nuk do të ekzistonte nëse nuk do të kishte njerëz për ta përkrahur ata. Pra kush është fundjava, kush është Harbri? Janë gjithë ata njerëz që deri më tani numërohen gati 1 milion shqiptar kudo që jetojnë, të cilët bashkohen për një kauzë, bashkohen për t'i parë shqiptarët e tyre akoma më mirë. Ti veç e ke që domethënë që 10 vjet operoni me fundjavë ndryshe, a na tregon ndonjë rast që gjithmonë e mban mend, sa që të kujtohet ose sa shkon me ndihmë dikon ndonjë rast që gjithmonë e mban mend dhe asnjëherë sa rron, pra të kujtohet çdo herë? Më lejo të marr vetëm një shembull. Gjatë rrugës si po vinim sot për këtu, bashkë me kolegët e mi, shikonim rrugës dhe thonim, edhe këtu i kemi 2 shtëpia ndërtuara, po këtu kemi edhe një rast shëndetësor që e kemi dërguar në Itali për operacion specializuar. Këtu kemi edhe 3 shtëpia tjera. Dhe kjo na ndodh kudo që shkojmë në Shqipëri, sepse është bërë aq shumë punë, sa që ne mendojmë se kudo e kemi lënë sadopak atë dorën e humanizmit, të cilët shqiptarët na e kanë besuar. Dibra ta dha çmimin domethënë qytetar nderja, do të vazhdojë domethënë ndihmat më të mëdha për Dibrën, për faktin që veçësike që ka më qenë një obligim tash ndaj Dibranëve që do t'ja kash. Patjetër. Prandaj e thash që mendoj që ky çmim përveç respektit dhe nderit është dhe një detyrim më tepër për qytetin, por mua me Dibranët më lidh rruga e Arbrit. Qendra e solidaritetit të fundjavës ndryshe është në hyrje të rrugës së Arbrit. Unë i pres Dibranët tani më, edhe me rrugën e re, që sa herë të vinë në Tiranë, të ndalen një herë tek fundjava ndryshe e pastaj të hynë në qytet. E së dyti, padyshim që edhe për ne tani më do të jetë më e lehtë për të aksesuar rrugën dhe për të ardhur në Dibër të madhe dhe për t'u gjenë sa më afër këtij komuniteti. Edhe pse kemi qenë prezente në disa raste të ndryshme. Faleminderit juve.